Pas shumë vite kërkimësh, intervista dhe dokumente të mbledhura, gazetari dhe shkrimtari italian Ezio Gaveceni rrëfej historinë e njohur si Sarajevo Safari. Në një intervistë, autori i librit investigativ pretendoi se disa nga të dyshuarit janë identifikuar tashmë dhe emrat e tyre i janë dorëzuar prokurorisë. Ai pohon se gjatë viteve 1992-96, rreth 500 persona nga vende perëndimore paguanin shumë të mëdha parash për të ardhur në Sarajevo dhe për të qelluar me snajper mbi civil. Sipas tij, për një fundjavë pagesat arrinin deri në 200.000 marka gjermane. Ai pretendon se për shuma paguheshin nga individ të pasur nga vende perëndimore, jo pjesë e ushtrisë, por civil që sipas këtij rrëfimi kërkonin një përvojë ekstreme dhe të paligjshme gjatë luftës. L'Italia purtroppo rappresentava il 50% dei cacciatori, sono riuscito a identificarne qualcuno che è stato comunicato alla procura li sta chiamando e poi vedremo come vanno le indagini. E ho identificato alcune società che organizzavano questo traffico, però non posso fare i nomi qua. Gaveceni madje përshkruan edhe një sistem shpërblimi ku pjesëmarrësit merrnin plumba të gdhendur si trofe, duke i shpërblyer ata që kishin qelluar më së shumti viktimë. Por si u krijua ky rrjet? Italiani pohon se kjo nuk ishte krejt spontane. Ai flet për një rrjet të strukturuar me lidhje në qytete si Londra dhe Brukseli dhe me ndërmjetës që organizonin gjithçka, deri te kërkesat e klientëve. Sipas tij, kërkesa ekzistonte dhe më pas dikush e ktheu ato në biznes. Por historia nuk ndalet këtu. Në një zhvillim tjetër, gazetari kroat Domagoj Margetić publikoi një dokument të vitit 1993 që sipas tij lidhet me këtë rrjet dhe mban nënshkrimin e Slavko Aleksić. Sipas këtij dokumenti, një shtetas italian i identifikuar me iniciale R.R. kishte dhuruar 20.000 marka gjermane për njësinë e Aleksićit, ndërsa dorëzimi i shumës thuhet se ishte bërë nga një vullnetar i njësisë, i përmendur si Aleksandar Vučić. Por duhet theksuar, këto mbetën vetëm pretendime serioze. Ato kërkojnë verifikim të plotë dhe hetim zyrtar. Por nëse vërtetohen këto histori, atëherë dhimbja e Sarajevës bëhet edhe më e rëndë dhe drejtësia edhe më e domosdoshme. Për më shumë mbi këtë temë, ndiq dhe Gjeopost.